Këto janë shenjat që ju paralajmërojnë se keni gur në veshka. Gurët në veshka janë ndër faktorët që ndikojnë më së shumti në dhimbjet e mesit dhe të gjithë trupit. Personat që kanë vuajtur të paktën një herë nga kjo sëmundje kanë 50% shanse që brenda 10 viteve gurët në veshka t'i rishfaqen sërish, por trupi i njeriut ka disa shenja paralajmëruese. Për gurët në veshka, shenja e parë paralajmëruese është dhimbja e fortë dhe e papritur. Kjo lloj dhimbje në stomak ose në njërin anë të shpinës është një nga simptomat klasike të kësaj sëmundje. Gjak në urinë. Një tjetër shenjë paralajmëruese e gurëve në veshka është gjetja e gjakut në urinë. Kjo është një gjendje jo normale, ndaj nëse i vini re, nuk duhet ta anashkaloni. Shenja të tjera paralajmëruese mund të jenë edhe të vjella, ethet dhe të përzjera në stomak, prandaj tregoni të vëmendshëm.